Po ku më cekë që çdo një në salë, pikon, sala nuk shfrytëzohet për qytetarëve edhe për nxënësav. Auditimi mu ka ndalu më periudhën kur une e kum dërzu këtë landë. Jam të i këqyrë disa prej aktiviteteve të prokurimit në komunën e Fushë Kosovës, përfshi këto sallat e sporteve të arteve marciale të shkollës Selma Riza, të asaj në Lismer, në Pomozëtin, në Vragodi dhe në Miradi të Epërme, edhe po ashtu një aktivitet tjetër të prokurimit për mbushjen e gropave në rrugë. Çka kom gjetë ndër të tjera janë edhe disa raporte të juja si auditori brendshëm i komunës së Fushë Kosovës. Nëse mundem na tregu pak më detajisht çka keni gjetë edhe ju në këto aktivitete prokurimit, po fillimisht te sallat e edukatës fizike apo sallat e sporteve. Me datën 10/2 këtë land të sallave të sportit është 11 land janë ndërzuar në prokurori me 10/2. 2023? 3. Aty ku më cek disa nga gjeturat, nuk gjeturat detaje nuk ku më shku, mirë po ku më cek që çdo një në salë pikon, sala nuk shfrytëzohet për qytetarëve edhe për nxënësav, dhe dy shemeja si valdeti. Në çdo një në salë, për shumë ka qenë parket, kanë qitë laminat, ose ka qenë material sportiv, kanë qitë plastik. Kështu që lagështia ka shku dhe ndritare, rrymë, toaletet, gjitha demolume. Unë veç kur e krahasoj me sallën cila është ndërtu në 1994, më zgabofsha, Sërbët, para lufte, atëherë aja sallë është funksionale, këtu vetëm se e ndërtu, pagesat që në botë gjitha, nuk shfrytëzohen. Materialin për këtu salla, do të dërzoj une, edhe mund një shetë, edhe fotot që shka qenë gjendja, se tash ka fillu edhe riparimi 2023, në fund 2023 ka pas kontrat, që mu reparu edhe mu funksionalizu. A keni shku ju si auditor me i po pas renovimit të salla, a keni raport që që kanë gjendjen e tanishme, a janë të shfrytëzuar? Unë nuk mujt me shku se auditimi mu ka ndalu më periudhën kur une e kum dërzu këtë landë, kryetari i komunës ma ka ndërprej punën, edhe me e kalëshu një vendim që une nuk kom drejt mi auditue, edhe unë ka denu 20% në pagë, edhe ma ka ndalu aktivitetin e auditimit. Aktiviteti i auditimit ka qenë vetëm, ka mbet në atë vendim, vetëm pikëqyri raportet e auditorit përgjithshëm, planin e implementimit rekomandimeve dhe raporti i progresit është në mujnë shtator edhe në janar. Kështu që rreth salla s'ku mujt me shku edhe s'ku mdesh vetë mu e ekspozu. Kam informata se aty salla, edhe pse investimi ka fillu për 2023, ende sallat nuk janë funksionale.